po i lejohet grus, gjithsesi i lejohet grus. Ulemat të kanë folur, Allah e pas më shëruar, edhe kanë dhënë disa mendime, të gjithë kanë rënë në ide se grusi lejohet me kërku shkororizim, por kanë diskutuar mes veti mas sa kohë ka të drejtë gruaja me kërku shkororizim. Për shembull, Imam Ahmedi këto thotë do të më prit deri në 1 vit. Nëse burri nuk shërohet, atëherë gruaja lip shkororizim. Ka mendime tjera. Pra pret gruaja një kohë, se kanë kallëzu, pret edhe pastaj ankohet të kadia, ose të familja vetë, ose edhe ndajnë. Dhe kësa raste ka pas, edhe ka dhe të ketë. Ose mund tjetë ndryshe, burri gjatë jetës bashkërtore, në një fatkeqësi komunikacionit, në një lëndim në punë, trafik, në detyrë, në një smundje, dhe pastaj dhe betet i paft për gruan e vet, me fjet me gruan vet. E njëjtën gjë vlen. Gruaja ka të drejtë me vazhdu jetën bashkërtore, me sabër, me durim, por nëse do më nda, është e drejtë e saj. Ndryshe është për rasteve kur gruaja ka të drejtë me kërku shkororizim.